Ja pra ku jam në Real People sot, që ta keni parasysh. Kam ardhur në një nga kodrinat e Kotës me Arshik Krasniqin, i cili është puro vlonjat. Po. Puro vlonjat? Puro vlonjat. Je i sigurt? Po. I shartuar. I shartuar, me çfarë? Shiko tani, e para njërë shtypëm gjitha bajkat e mundshme. Do i lajmë, pa. Do t'i lajmë se vrasim mund. Këto bajka nuk kanë asnjë gjë. Këto bajka, jo, këto na kanë rritur ne. E vërtet është. Ne të flësh mes këtyre bajkave tikën e të... Po duat më tregosh pak se jo të gjithë e din. Tani, ne jemi në një rrëpir kodrine ku qëndron Baktia, edhe ka dhe stanin Arshiu, ndërkohë këtu kemi një super pamje, shisa e bukur që është kjo. Këto janë fushat të cilat fshatra kap. Është e gjitha Kotë? Këto i kap Shkallë Mavrova. Shkallë Mavrova. Njësia administrative e Kotë. E bukur. Edhe këto kodrinat janë të Shkallë Mavrovës. Shkallë Mavrovës. Dhe ai mali atje i Ai është mali Stevasterit. Stevasterit? Po, mali Stevasterit. Çfarë pamje. Vazhdojmë mbledh gjithë rreth ai mali. Po. E bukur shumë. Ti i nxjerr këtu në kullotat, po më thoje pak më parë, dhe ke 300 krer. 300 krer. Bravo. Po vetë ku ke lindur? Këtu, ja aty. Në ato shtëpi. Tek ajo shtëpia, jo ka qenë shtëpia e parë? Po. E babai? E babai. Në çfarë viti ka ardhur babai këtu? 42. 42 dhe erdhi nga Kosova, më tha. Po pse u vendos këtu? Lufta. Erdhi për luftë babai? Për luftë. A po mirë pra. Po për luftë. Ka ardhur vitin 40. Po u rreshtuan brigadën 2 me sulmuese. Edhe ngeli këteja. Po i Kosovës nga cila zonë? Ne jemi nga Llapi. Erdhi me miq këtu, erdhi me të tjerë shqiptarë nga Kosova? Të tjerë shqiptarë që luftuan këtu për çlirimin e Shqipërisë. Edhe mbeti këtu, ha? Me shumë, po kërkoi nga autobëja sërbe ande kysh. Edhe ngeli këteja. Bukur, po nëna nga ishte? Nga Velçë. A nënën e kishte të zonës? Nënën e kam këtu të zonës, Velçote. Po thonë që djali merr gjithmonë më shumë nga nëna? Nga nëna. Nga nëna me? Nga nëna. Thuaj çik për Baktit. Kur fillove ti të merreshe me Baktit? Që nga 91. Në 91-shin fillove të merreshe me Baktit. Po më përpara çfarë bëje? Para kemi qenë punë kooperative. Vetëm kooperativë? Punë kooperative. Sa vjeç je ti Arshi? 60. 60 vjeç, ë? 60 vjeç. Dhe gjithë jetën vetëm në fshat, gjithë jetën vetëm Gjithë jetën 60 vjet këtu në këto shtëpi, këtu kam jetuar, këtu kam punuar, nuk kam migracuar asnjëherë. Si larguar kur? Se mendove asnjëherë të shkoje në emigracion? Jo, s'kam qenë as migracion. As në 90-ën? Fare. Sa qumësh të nxjerrin të këto? Sot këto që kam këputur, unë çoj 2 kuintal. 2 kuintal qumësh? 2 kuintal qumësh. Sot. Kush i mbledh? Unë me djalin kam 3 djem. Kam 3 djem. Të 3 djem jam këtu, me mua. Edhe ku i ke dërguar qumëshin apo akoma? Jo, akoma, nuk e kam qurë. Ja, do të ngarkojmë në ashtë. Kush ta mbledh? Vetë me djal. Ku e çon? Te Bazhu Erzenit. Aty e shef? Po, te Erzeni shes. Ta marrin mirë me çmim apo? Dhe da është 150 lek për kiljen. Por, ja të rregull. Qumëshin e paguajnë? Paguajnë muaj për muaj me fatura, te Tirana Bank, dhe mi marrë lekët muaj për muaj. Jo, shumë të rregull, shumë të rregull. Erzeni firmë serioze. Kemi bërë një kontratë. A, ke bërë kontrati? Si çoban? Si çoban, kontratë. Çfarë thua? Por. Mos ke bërë dhe këtë shkollën e Bariut? Shkollën e Bariut e kemi bërë se po vajte me to të... Jo atë akademia e Bariut. Jo atë dhe jemi në ashtë në mundë. Me diplomë, me diplomë. Po me diplomë. Ero, do ta bësh një provim Bariut. Jemi ta provojmë dhe këtë. Sa vite ke pa bërë provimin? Ata vite që kuna mërua shkollën e lartë, s'ka ata vite. Çfarë, pse ke studiuar dhe shkollën e lartë? Ekonomi Po biznes. kush ka thënë që barinc janë me shkollë? Nuk e ti. Barinc ka më shumë shkollë. Ishte e vështirë? Apo e kishe me qef si shkollë? Dava part-time që. Me part-time që. Nuk e marruam do në atë sistem. U registruam në këto sisteme dhe e marruam. Po, na shkolla nuk e humë jo. Sa më shumë studiosh, sa më shumë djencosh, haq me shumë mëson jetë. Sa të kanë pjellë këto? Këto janë 200 këtu. 200? Po. 200 krera apo 200 pinjoll? Jo. 200 dele. 200 dele? Po. Po pra dele, po të vegjël flas, shelek. Shelek të kam shqitë të këtyre. A i ke shqitur po I kam shqitur për viterik shelek të këtyre. Dhe këto i mjel. Shise si. Po, këto i mjel. Kam pjesë të tjetër këteja, që janë në vazhdim, në pjellje. Ato do që t'i shes në aprili nga maj.
Dhe i ndan. I ndaj. Këto i ke janë shkurt. Ato të barsat trajtojnë ndryshe, këto trajtojnë më ndryshe. Pse? Ku ndryshojnë? Sepse ato janë barsa, duan që më shumë. Duan më shumë Më ushqim. shumë ushqim. Po dhe ato nuk lëvizin, ato që Jo, në mban atje. nuk lëvizin, kurse këto dalën edhe në teren. Se janë pa sheleg. Dhe kë ushet vetëm shelegun? Vetëm sheleg. Mbaj dhe rimontin tim. Po mishin sa e mban ç'çmi? E çojmë te kasapi, e merr kasapi. E merr kasapi. Një kasapi këtu, i ngarkon, i merr, i ai ka nëse sa ka Po nuk mërzitesh ti? Nuk mërzitesh për shelegun? Po çfarë do bëj? Që e çon te kasapi? Po do të çoj sepse do blej me lekë aty, do blej tagji, do blej toka, do blej me ras, do mbjellëm jonxha. Ti qarë ndonjëherë për një sheleg? Për këto qaj, po jo për një shelek, për baktit qaj. Për baktit Për të qarë? gjitha, jo për një shelek. Një shelek nuk qalini, që në qalini në shelek. Kurse për këto, qaj për këto, në dhe më shpirë. Pse të dëm shpirtin? Po i Çfarë dua, dëm më shumë? sepse këto mua ka arritur 4 fëmijë. 4 fëmijë këto dhe mi ka arritur. Mi kanë shkolluar, po thuaj 3 ka martuar, 3 dhe fëmijë ka martuar, 1 ka pa martuar. Ushqehem e to. Po je i lumtur? Dhe jam në punë, Je i lumtur? shumë mirë. Me to jam shumë i kënaqur. Shumë i kënaqur. E ke zili qytetin? Jo, po që qytetu kisha vajtë, se çam pengon të më përdojnë qytet. Edhe çam pengon të vetë qytet. Po qytetit ka zili ty? Nuk e di. Pse u more ti me këto? U more për të bërë para apo u more Për të jetuar. për të jetuar? Po shkruaj çfarë para, para do bëjmë. Se duan dhe shtëpi fëmija, duan jetë fëmija, do më. Ti ua ke bler? Po, Shtëpit? po kanë bler ato. Ato, ë? Ato ua kanë bler. Kjo ishte e bukur. Dhe për të pyesin kush ta bleu shtëpinë që i thon. Baktia. Po qumshtin e nxjerrin të mirë? Po që është deli e baktia. Direkt bio, që është bio. Po nga që është kjo, jo po e ndryshojnë qumshtin këto fabrikat. S'kam lidhje me fabrikat unë. Unë di që qumshin e qoj bio, aje e kontrollon qumshin tim, e qoj si që e mjel, ka ardhë bilet dhe vetë, aji firmës e rëzëri që i ka mjel aty në shtru, s'kem se të bësh dallavera për qumshin. Qumshin është qumsht. Nuk bëhet hile për Nuk qumsht. bëhet qumshin, qa hile do bësh? Po me djathin bëhet hile? E djati se di se jam barxhoxhi. S'flas Po, para mirë, po para pyes. të pjesë nuk flas. Sepse nuk jam barxhoxhi. Ti di që janë. Unë di ti qoj qumshi bio. Nga cica u aqon bio. Unë t'ja qoj qumshi bio. Ka i di unë. To edhe dhe baktit e tjera ti shosh. Po më ço dhe atje. Pa, Po s'kam bërë siguracionin e jetës. s'ka mundësi. S'ka mundësi. Dgjoj, Ha, i sa ti fëmijë ke qenë ti? Unë, Eh, nga babaj, nga babai pra. edhe nga nëna, 6 i ka lënë atje babaj, 6 djemë, 6 djemë, dhe 5 neve këtu, 11. Po pse babai ka qenë i martuar atje? Atje me grua, po, dhe grua me gjithë fëmijë. Babai dhe grua dhe dashnore? Si dashnore kjo? Ah. Jo, nëna ime dashnore, jo, qarë. Si ka mundësi nëna. Kjo ishte dytë. I ra halli ashtu që si ku do të më andej në Kosovë, u të rua u martua. Po ti sa gra ke patur? Jo, më rëma. Vetëm një, lej thaj? Ja, po ne se trahtojmë gratë. Ne se trahtojmë gratë. Gruaja është e shëj, është nënë e fëmijëve. Dgjoj, babai është martuar 2 herë. Po Po. ti vetë i ke takuar. Vlezrin, Po, po morë vetë e vi me vlezrin. ke shkuar dhe atje, ë? Vetë e vi morë, A sa e bukur kjo. vetë e vi me vlezrin. Po nëna jote i takoj? Po, se nëna ime në Volga vdekën, është 2012. Aha. I ka takuar. Po i ka vlezër, me ba vlezër. Patjetër. Po jo, njerëzit ndonjëherë të harrojnë, ë? Jo, gjapë nuk harro. Djallë, rëndësi është fara, nuk është ara. është fara, baza e fara. Sa të mbën e paske muhabetin ti? Po të lërë në shatë jemi jo, bu, të lërë në Po, shatë. patjetër. Të lërë në shatë. Hajde o hajde se unë s'do takoj njeri në Tiranë kështu. Do të lajmë, o djallë, do të lajmë. Do vlash po. Ik! Hajde, hajde. Prit, arshi, rri aty. Rri aty se me bo me na usul ai, na hëngri. Jo. Këto janë baktit që janë duke pjellur. A këto janë baktit që janë duke pjellur? Duke pjellur dhe jatë pjellat hidhen atje. Sa desh ke këtu? 12. 12 desh. 12 desh.
taj qifzojnë gjithë kohën, e? Po, taj qifzojnë gjithë kohën. Ato qifzojnë gjithë kohën. Sa vjeç, deri sa vjeç shkon dashi? E mira është 3 vjeç. Deri 4. Më shumë jo. Dhe çfarë pjell baktia këtu? Kalojnë andeja. Po, sa të vogla, do të shkojmë dhe pak aty. Po, vemi. Po tani ti merr subvencione për këto? Po, marrën subvencione, fal deputetit udhëtësina, sa ka ardhur ai deputet në Bashkinë e Selenicës të tërë fermerët e Bashkisë së Selenicës kanë marrë subvencione. Po diti të futesh online? Përdo? Online. Po, futesh? Po, ke rrjete sociale, Facebook, Instagram? I kam komplet. I ke dhe Facebook dhe Instagram? I kam komplet. Ma hapën qik? Po. Edhe di futesh aty dhe aplikon aty? Po, aplikoj. Edhe... Me vërtet, s'ke ndonjë kështu të jashtë? Po, jo, për mu. Ma hapën qik? Të shoh. E kem, pa kode paske. Bravo. Ja dhe Facebooku. Po, pse s'qysh? Punoj me Facebook. Ndoli Rama i pari. Po, ne me Ramën jemi, jo. Po, ne me Ramën jemi. Ore, se do më thonë... Ja, i pari ndoli Rama, i dyti Saliu. Jo, bas, lere Salin. Semi me Salin. Saliu e bërë i Shqipërinë kështu. I treti Agron Shehaj. Ikë morë babës. Arlind Qorri. Ikë morë Donaldes me ta. Adriatik Lapaj. Po Lena morë, Lena këta qepat e ri, thoti. Sara Mila? Po Lena o lasnja. Një Dilama të pojë për i Shqipërinë. Po ja dhe Vullnetësina. Aj po. Vullnetësina është për Bashkinë e Selenicës. Sa votaj dhe Vullnetit? Unë? Votën time. Vetën tate. Votën time. U menua njërë, u mendu. Votën time. Nga që pashi kishe 300 dele, mos i ke thënë do t'jap 300 vota. Kujt? Vullnetit. Po, pjëtë Vullnetit për dele tona, votat tona. I merë veta i takon. Këto ja shtyt e babaj tim. Të vjetërat. Shtëpit të këtu. Të merë malli për këtë shtëpi? Po, unë ati kam lindur, që së merë malli. Edhe nëna aty të lindi? Jo, nëna, jo, mua ka bërë nëna ime. Nëna është nga Velqa. Jo, pra e di, po dhe nëna flasë. Ku të lindi nëna? Në shtëpi ka lindur apo në martenitet? Mua, në brenda në shtëpi, unë kam lindur në shtëpi. A pra? Po s'kish martenitet e... Po pra, prende po them, te kjo shtëpi pra, te kjo shtëpi ka lindur nëna, këtu ka... Këtu i kanë ardhur dhimbjet. Kurse diçka... Hajde mua. Të kam stanin, tim që jetoj unë. Tu ke fshehur Florinte? Po i qa Florin. Baba im... Edhe në veri. Veç ditëlindje ka e në veri. Shishi. Po baba i këtu në gjithë. Po. Ka përdorën në në Po ka marrë për shkollë tim, baba i kishtë. Kjo është baba i, Po. Po kjo foto kur shkrepur, se kjo më duket si në Tiranë. Është bërë atëhera jo, po, shpet edhe unë e ruajt, a ishe vogël edhe zbatove. Prandaj që, na në vërsulli, por nashin nuk na bëjt do të me gjithë. Prandaj nuk i bën hile vëndit tëndë. Na i mbahet i sa buletini. Burrat e rëndë nuk blien me lek. As nuk shiten me lek. Vetëm e japë kokën për dheu. Ate janë burra. Po si qënë ka puna e këti qenit? Pse? Macës nuk i sulen? Jo, macën e kam ty. Rrita ty ti se po na u sulen këta? Hikuq! Hajde na mbron qik të këtune? Hikuq! E sheku janë. E të filmoj ati, të 3. Po kësa i lopës si ja ka vën emrin? Lina. Rina? Lina. Lina, po pse ti? Po da, filmoj të 3 ato. Filmoj janë qik. Filmoj janë qik quna. Që të pakten, po ju hëngri ta keni kujtim. Po gruan si e njohë? Si e njohë me lajmësi o Allah, nuk marëm neve me dashuri, si jemi në dashuri. Si e me dashuri? Jo, jemi lajmësi. Digjo, po ti kishe bërë dashuri për para se të njëtë? Jo, absolutisht. Jo, absolutisht. Ishe besnik? Po, besnik. Besnik që pa u martuar? Pa martuar. S'kër. Po pse, nuk lejohet bëjë dashurin atë kohë? Ore, lejohet, s'lejohet, unë këtë ndërgjeje kishja. Kaq. Po kush të njohu? Po, miq. Flet më me atë? Me mikun? Me mikun, po. Po, si është atë ju? Qa i dhuru atë një? Qa dhe dhuroja në atë kohë, burë? Unë jam martuar u shtarë. Po në fshat nuk ishe para si njërën që të kishte pëlqyrë më për para?
Me sy, të pëlqejnë dhe me zë, moro mik. Pra, me sy me Të pëlqejnë. Po ja që nuk ishin mijat, ishin të atyre që i morën. Ajo ka qenë xheloze? Kush? Gruaja. Po se kam lënë vetëm të jetë xheloze. Pse e bën mashkulli? Po mashkulli, po e. Të xheloze. Ue, sa kupton ajo në djali gjajnë, e di si të kupton atë qast kupton. Vërtet, a? Ui, sa të vesh. Të kupton ajo, që kjo sot e ha. Çfarë thua? Po mirë ti nga e di që të kupton ajo. Po të, Se ti më thua s'ke bërë gjë? po të kupton djali orë Kupton djali. Po do a thuash njerë se një e paske. Një e paske ti. Një e paske, mos mu largo. O arshi. Gjo, duan më të bëhen të rinjt çoban? Rinia nuk i do djal. Ti më thua mua që s'duan të bëhen, po ti djem ti ke bërë. Djemt e mi, djetë ashti. Ecim ndërkohë. Po, avash. Jo se do vi baktit, do i para baktit, do i marrë çoban. A, do t'i marrësh baktit. Po mirë, qumshtin e zbritën. Qumë si e quam ne, ja ta ngarkojmë atje bashkë bakin. Oke, ngarkojmë bashkë, mirë. Po, Se doja që të ndihmoja, bre. djemt e... Ja, erdhe. Djali voglej. Ai është djali i vogël. Ai është i Dhe gjithë i ke pamartuar. bërë. Ai është i pamartuar. Ky është i vogli pamartuar. Po si e kërkon që t'ja gjej? Unë do ja marrë si që ka martuar 12 me lajmësi, ua kam gjetur me lajmësi, me misi. Miku një herë bëhet o mik. Miku nuk të rrojë të racë. Shqiptari do të marrë shqiptare. Unë me këtë jam. Më the 4 fëmijë, 3 djem Dhe një vajzë. dhe një vajzë. Po. I paç me jetë. Rosh. Kë këtë madhin, atë që takuam lart, që Me atë që kam baktit. Këtë ketë të voglin, Ky është i vogli pa martuar. po Është 20 vajzën e vjeç. ke më të vogël? Vajza është e martuar. A vajzën e ketë martuar, ë? Po, ka 2 fëmijë. Ka martuar. Vajzës do t'i lësh gjë? Gjon ashti. Fëmijët të rinjsoj janë. Po. Po ne kemi atë traditë që u alën djeme. A traditët e kemi që u alën djeme. Nuk u japëm të dorëve neve. Ne. Po me dhëndrin si e ke marrëdhënien? Shumë mirë e kam bërë. Vajzën e kishe me qef? Sigur jo. Fëmijët janë të Zotit. A pra, Jo. si she nga ata që Jo, mua mi dha Perëndia, unë po të kishte dhënë akoma, do bëj akoma. Po pse nuk të dha? Po aq bëri groja, kaq kishte. Ka që bëndë, ë? Kaq kishte. Sa doje ti? Sa më shumë. Sa më shumë, haq më mirë, nuk ke humbje nga Me zemër, fëmija. sa kishe qef? Me zëmër, të bëja 6. 6 fëmijë, ë? 6 fëmijë. Me zëmër. Edhe 2 çuna tjera apo dhe 2 goca? Qa dilin? Qa Pra dilin? të s'jam unë. Qa dalë. Mirë. Jo se s'martë. A, s'është i martuar? Ja. Po këti si ke gjetë në një me lajms? Po të më thot jam gati. Këta marri me dashuria, po ç'mund keti me këtë? Shiko tash. Ha, Ta marrë si të doj. po, Vetë ta marrë shqiptare. a mirë. Unë jam me këtë. Të jetë shqiptare, brenda kofi. Semi-raciste. Jo, të jetë shqiptare pa fe letë këtë qa dojë feje. Çdo gjë, feja shqiptarit të shqiptarizmi. Kaq. Pse të ngacmon, të ngacmon? Jo, kur i vjen nga ime i gjyra, Zë kokën. Të zë koka, a? Jam smur, vete flatje. Çfarë thua? Nuk flu poshtë e shpitë, se ka do vej poshtë, do shohë në shpitë. Zë kokën. Si quhet? Si quhesh? Adem, emri babaj. Ade, më emrin e babaj. Emri babaj. Emri babaj. Por dallavera gjitha fëmija, dallavera gjitha. Ja, kam djallë e math orat për Po, ndi. ai nuk flet. Ja, kam orat. Nuk të ngacmon si Ade. Jo, ne këtë se ky është i vogli për kremu. Po, po. Është i vogli. E, po, po. Më thot e jema, mos këfol thot mos e do e jema shumë. Edhe se ka të vogli. Unë i kam thënë kaq, qose ky do marr vërtet grua shqiptare, unë dhe ja lë të E tërë di çfarë kapitalit. mu Adem? E pyeta unë i thash sa fëmijë doje? E tha doja shumë. Sa? 6. Po sa ke 4? Ku i ka këta 2? po, ata, jo, shko, a je, me mdoj për 6, po kur pa mua, kur bëri mua të fuj, tha, mos pyes për të gjitha, e kupton? Nuk do amën. Kjo është za për 3, a? Ja, shiko. Sa mbajnë tash i këto? Këtë marrë 60 kile. 60 kg. Po. E ke mbushur plot. Plot, jash. Diti. Sa e bukur. Këtë marrë 60 kile. Ky është qumësht dele, e? Shumë është delje, Po,
Ti, jo lopës, jo. Skelo, po lop ke vetëm një që... Kam lopë që mbaj e konsumoj për vete. A, pra, dakor. Kjo është vetëm i Delës. Po pse zgjodhe Delën? Sepse Delja i për 7 vendit këtu. Delja i për 7 vendit. Tani kemi, këto janë 4 të mbushura plot. Po. Po kjo si e hapet kjo? Kjo hapet këtu. Kjo është e inoksit, ë? Po. To janë inox. Tani sa duhet të ruajtur kjo? Apo. Ta shti vete direkt. Mu moll vete direkt, të mbarë, që vete të erzeni, ta shti direkt. Bilena ke vonuar ti. Po hajde pra, të vonova unë. Ti më vonove aty lartë, të vonova unë. Da ta mbyllëm. A e kemi afër e kemi. Po, afër është. Gjusë more afër është. A, bravo. Bëj palestër unë është. Po, halal. Gjaliri jo. Gjaliri. Nes nuk nga zurja jo kotë bërë një palestër. Qarë bëje ti? Futbol. Futbol luaj, Futbol kam lozur. E ke pas qef të bëhesh e futboliste? Kam lozur futbol. Ke luajtur futbol? Po. Deri sa vjeç luajtë? Akoma loz kalqeto. Me kë luan? Me shok të emi. Po jeni gjithë çoben? Po jo qoban, ose do të thotë se ti je vetëm qoban. E mirë. Me të fshatit. Me të fshatit. Me Po të fshatit. bëheni skuadra e kotës? Bëjmë skuadrë e kotës e lozëm. Shumë mirë. Po. Ku e gjeni kalqeto? Kalqeto e kam vetëm, time. Ja, për të shumë për kalqeto. Lokali. Ah, ke dhe kalqeto, ke dhe lokalin Po. atje. A, që... Po të që nge oligarku kotës. Po këtë makinën sa të vjetër e ke këtë? Ka 24 vjetë dorë time. 24 vite Në dorë time. Dhe vazhdon të jep më asnjë problem, ë? Po ti shërbesh, e mban. Po si shërbeve, se mban. Me qa targe e ke? Ja shikoje. VL! Vlora, po Vlora. Vlora. Po Ja, kuma targën e vjetër, ë? Po krenaria e Shqipërisë Vlora është. Krenaria e Shqipërisë Vlora është. Do im. Që ngen qikë, që ngen pak... Heq nga nëna. Jo, që ngen pak populist. Jo, heq nga nëna. Thua çfarë ke qef? Po, atë nga nëna. Hajde. Me flamurin shqiptar. Po deshim. Në troja shqiptare. Të pëlqen historia? Po si, jo, po historia të vero mu. A histori s'ke gjë. Po. Historia e shqiptarit nuk e ka si shtetë në botë. Sa? Ne kemi histori të vjetër. Jemi populli më i vjetër në Ballkan. Ne jemi. Populli më i vjetër në Ballkan ne jemi. Por këta kërkojnë të na i marrin historinë. Po pse duan na e marrin? Po duan na i marrin se do ta tregojnë vetën ai më të vjetër se sa ne. I lexon lajmet? Si orë 3 herë. 3 herë në ditë, ë? Po si orë atje i shikoj. Për lajme, për lajme. Jeton, ë? Po çfarë? Duam lajme. Po kështu ndonjë problem ke patur ndonjëherë? Smundje? E. Jo, absolutisht. Asnjë, Absolutisht. S'kam pirë asnjë aspirin. Demso. Jo. Një qumështi deli në sabat, ta ngrosë në darke. E ta pisë në sabat, qumështin e ftot. I ka të tëra. Dhe me thënë ti vazhdon e pi qumështin akoma? Po, një kile qumësht në mjes po e ngronë në darket e lërë frigorifer, edhe në mjes e pit ftot. Digjo, po këta që thonë janë laktoz free, e ke digjuar këtë laktoz free? Që kanë probleme me laktozën. Që janë bërë këta të rinë sot. Po përse janë atë, janë nga ushtimi. Nga ushqimet Po janë. nga ushtimi. Urdhro. E në ato. Për shumë, thonë kam fryrje nga qumshti. S'është qumshti bio. Ja, qumshta dallavere ato. Qumshti bio do kesh fryrje ti. Hajde o djallë rri muaj me mua. Ha ushqimin me mua dhe ta shikosh. Kjo orë djallë. Qumshti deles është bio. Është e bekuar Shqipëria për këtë punë? Po Shqipëria o djallë, haqe bekuar është. Dhe haqe mirë është sa ja ka zilin e gjithë bota. E gjithë bota ja ka zilin.
Është krenari e madhe ti je shqiptarën. Do ta kishte ndruar Vlorën në ndonjë qytet tjetër? Apo s'do kishte O, jetuar? se ndërroj Vlorën as me një qytet, por me të gjithë Shqipërinë e duajnë son. Si e? Je lodhur? Mirë. Nga tjetër, si të ka, me shëndet. I mollëm delet, bashkë me sotrit, e ngarkuam qumshtin, po ta bjem tyja. Jeni miq të vjetër? Ne kemi për kontrati që kur është hape Erzeni, unë këtu kam qenë. Edhe këtu, Sa vite u bë tani që e sjell këtu qumshin? sa vite ka hape Erzeni? Që 92-shin. Po, Mirë ka qumshin apo e çon laborator ti pastaj? Me çfarë do ta krahasoje qumshin? E di se si duket kështu si burim. po, dal, kapite. Altin, po kjo pse vendoset? Është kulluar. Është për kullim, ha? Është napa. Plus se kulloj dhe unë. E kullon dhe ti. Por, Sa djathtë mund të bëhet me kaq qumësht? dale, Apo vazhdon akoma grumbullohet, merret edhe qumësht? bashkë marua. Mbaruan bash? Do vish te lokalit pish kafe. Si qini. Mirë. Do vi. Do vi ta pi një kafe me ty. Po kur do vish, bërë dhe këse. Po tani, çfarë është ajo? Do vish direkt me mua. Kush është ajo? Çim ka? Kur që ke të vërdi këtu? U knaqet, të morën telefon. Ska po. Kush është? Hapi. Po sjor jo. Ha, Telefoni im dhe mjene ekonomoje. Albania. Urdo. Unë jam të Barxhu, të Erzeni. Pse? Po do vete. Ja këtu janë, e mua, do vi pi. Kam punë, thuaj, do pi kafe. Po, do vi të lokali, do pi kafe. Mirë. Sa u knaqa me Arshi. Aj, Arshi Krasniqi. Qobani që ma zbukuroj ditën sot. Tani, unë bëra një rrugë me të, nga stani deri këtu tek pika ku edhe sot në qumshtin, pika e Erzenit, me që aji e kishte kaq shumë afër me shtëpinë, kështu që më tregoj jetën, më tregoj Gjera këtu e rrugën, bjere, më tregoj bukurit. ja ma qikos. Ani ç'po i bën o Arshi, po e pastron? Po laj. Kitën pa e pastruar. Po më lësh, ama. Mirë, një që mbyll programin në Real People, edhe e mbylla këtu, në kot. E nisëm nga stani deri tek pika ku sillet qumshti, ku sillte Arshiu qumshtin tek pika e Erzenit, për të vazhduar me intervista të tjera dhe me rrugtimet të tjera që kemi parë. Ishte një rrugë e bukur që shkojmë nga Delia deri tek Djath. Unë mbyll intervistën tjera sot për Real People, bashkëpunojmë në episodin e radhës. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.